Jemi rikthyer në studio përsëri, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë, teksa isha në kuzhinë në fakt, po idha sot këtej nga këndi të ftuarve dhe pash që kishte disa paketime që më ngjan me erëzat dhe ju thash që më duket se do flasim për erëzat, ja nuk e kam gjetur. Do flasim për sezonin në të cilën ndodhemi, për sezonin që njihet gjithashtu si stina e alergjive. Jemi në pranverë, kush më shumë e kush më pak ka filluar të ndjejë ato simptomat e ndryshimit të temperaturave, të polenit gjithashtu, ka njerëz që e kanë akoma dhe më të komplikuar situatën dhe ndër të tjera përtej këshillave të mjekëve alergolog që ju merrni, do të juftoja të dëgjoni bisedën sot me nutricionistin Alkend Çuko për të kuptuar se si ushqimet mund të na ndihmojnë për të reduktuar sado këto simptomat e vështira, duhet thënë, të alergjive që ndikojnë edhe në produktivitetin e ditës sonë. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhe dhe faleminderit për temën që na ke sjellë sot. Po, është një temë koherente dhe sa mirë që në fakt realizojmë emisionin në ambient të mbyllur, se nuk do ishte realisht e mundur për të realizuar me gjitha të polen që tashmë ndodhet, duke qenë se stina ku të gjitha lulet qelin dhe kanë atë fazën e blooming, e qelja e shpejtë të themi, dhe kryesisht nga pisha, nga ulliri e tjerë, duke lëshuar në ajër atë polenin i cili ndodhet në formën e një aerosoli, pra atyre grimcave shumë të imta të vogla që le themi dispergohen në ajër dhe më pas ne nëpërmjet sistemit respirator mund t'i marrim dhe trupi më pas është ai që i percepton ato si një, le themi, armik i jashtëm. Dhe për mirë apo për keq në fakt, një individ të cilët kanë probleme me alergjit, në vend që të dalin jashtë dhe të nuhasin ato aromat e mrekullueshme të luleve, përfundojnë me një shamin në dorë, me sy që lotojnë sikur kanë parë një telenovela turke, apo me hunë që nuk din të mbyllen apo të rrjedhin. Dhe është pak, le themi, ironike se pranvera stina e dashurisë, por përfundon duke i trajtuar këta individ si një armik. Si ndodh ky procesi i alergjive, patjetër është një ngacmim nga një trup i jashtëm, në momentin kur poleni, por jo vetëm poleni, sepse duke qenë se jemi dhe në këto tranzicionet e temperaturave, jo më larg se dije, në mëngjes ishte shi, në drek ishte vap, hoqëm çfarë veshëm, në darkë përsëri u bë ftohtë dhe normalisht kemi dhe këto ndryshimet dhe imuniteti jonë zvogëlohet, pra dobësohet. Dhe janë kushte të favorshme edhe për zhvillimin e myqeve, duke qenë se temperaturat janë dhe të ngrohta dhe lagështia në ajër është prezente, dhe mund kemi dhe shpërndarjen e aerosoleve të sporeve të myqeve. Por gjithashtu dhe ajri i ndotur përbën një pjesë që këta individ mund t'i ngacmojnë dhe më pas trupi i tyre reagon me, le themi, simptoma nga më të ndryshmet. Në fillim këto alergen ose këto, le themi, trupat të huaj futen në sistemi respirator dhe më pas prodhohet imunoglobulina E, cila është, le themi, një antitrup. Trupi jonë ka 5 antitrupa, por kjo është diskutim tjetër. Dhe ky imunoglobulina është përgjegjëse për të luftuar, le themi, këtë ngacmimin e jashtëm i cili na vjen. Dhe me ekspozimin i vazhdueshëm i ngacmuesve të jashtëm, pas prodhimit të imunoglobulinës E, kalon në prodhimin e histaminave, ku janë këto më pas disa elementë kimik, le të themi, biologjik, e cila stimulon ose ngacmon simptomat të tilla si skurqjet e syve, hund që të cilat rrjedhin, kryqjet e lëkurës, kputje, lodhje e tjera, ose dhimbje koke. Patjetër që çdo individ i cili vuan nga këto alergji tashmë ka të diagnostifikuar, por mund të ndodhi që, sepse jo të gjitha alergjit diagnostikohen në moshë të vogël. Pra, ndodhin ndryshime të ndryshme të sistemit imunitar, ndryshime në mikrobiotën intestinale dhe alergjit mund të shfaqen edhe në moshë të vonë, pra në moshë të rritur, dhe prandaj është gjithmonë e nevojshme të këshillojmë mjekun alergolog, i cili ai më pas jep drejtimin dhe rrugëzidhjen e duhur. Por çfarë mund të bëjmë ne? Fatmirësisht kemi dhe ushqime të cilat unë e them gjithmonë, pra, unë nuk se kam në dorë një dietë e cila zhduk, largon apo le themi minimizon të gjitha ato simptomat që alergjia bën, le të themi. Por cili është roli i bashkim ose në bashkëveprim me trajtimin i cili mjeku jep, atëherë këto mund të na ndihmojnë, sepse patjetër kanë vlera të larta ushqyese. A mund t'i përmendim me rast se unë shoh që kemi domate për shembull, Po, kemi domate. Salca domateve në fakt është një nga ato produktet ushqimore, e cila ndryshe mund të mendohet që duke qenë se është konservë dhe nuk ka vlera ushqyese, në fakt është e kundërta, ka më tepër vlera ushqyese. Është ai diskutimi që jo gjithmonë
çfarë është e freskët, është gjithmonë më e mirë për ne. Por ja që edhe konservat janë shumë të shëndetshme, sepse salca e domateve përmban një antioksidant i cili quhet likopen, pra në pjesën e lëkurës së domates, dhe ky likopeni është më aktiv në salcën e domateve sesa në vetë domaten e freskët. Patjetër që domati e freskët e përmban atë, por duke qenë se është inkapsuluar në strukturat qelizore të lëkurës së domates, është më e vështirë për ne nga ne për ta përthithur atë. Dhe likopeni gjithashtu duke qenë se është një antioksidant shumë i mirë, patjetër që lufton këto radikalet e lira që unë kam përmendur dhe emisionin e kaluar në lidhje me kolagjenin e tjerë, pra është një SPF natyral, por në ndihmon dhe në forcimin e sistemit imunitar, sepse në fund të ditës çfarë janë alergjitë? Është një përgjigje sistemit ton imunitar dhe duke qenë se ne në momentin kur kemi një sistem imunitar të fortë, atëherë këto simptoma dhe mund t'i minimizojmë pak. Prandaj është shumë e rëndësishme konsumimi edhe salcës së domates, që ishte një produkt shumë rastësor ose që të gjithë shtëpit mund ta kenë. Siç është salca e domates, që është e pasur me likopen, gjithashtu kemi edhe kërpudhat porcini trifolati, të cilat janë të prera. Ne kemi përdor sapon në gatim sot. Na thuaj pak çfarë marrim nga këto që gatuam sot? Të njëjtën sasi likopeni. Okej. Pra, kërpudhat edhe domatet janë shumë të pasura me likopen, me këtë antioksidantin i cili le të themi na vepron dhe si një SPF natyrale. Pra, na mbron nga rrezatimi ultraviolet. Normalisht, duke qenë se ne flasim për alergji, pra sistemi respirator, dhe sistemi respirator normalisht ka një mikrobiot, pra ka disa baktere dhe në traktin e respirimit ton. Siç zora e trash përmban baktere dhe aty ndodhen baktere. Dhe prandaj, duke qenë se kemi, le të themi, komunitet me baktere, zora e trash është gjithmonë shumë e lidhur me traktin respirator. Prandaj duhet të kujdesemi shumë gjithmonë për zorën e trash. Dhe gjithmonë, kur përmendim zorën e trash, dihet që duhet të konsumojmë sasi shumë të larta të fibrave. Prandaj kam sjell me vete qiqrat natyrale, kam sjell thjerrzat e kuqe apo mielin e tërshërës, të cilat janë të pasura me ato fibrat shumë të famshme, ku minimalisht në ditë na duhen 25 deri në 30 gram, që i marrim duke konsumuar përpërsisht 150 gram prej këtyre produkteve ushqimore. Këto fibra jo vetëm na ndihmojnë, le të themi, pra për përmirësimin e peristaltikës së zorës së trash, na ndihmojnë në një formë skrabi për larguar të gjitha toksinat, dhe normalisht ushqejnë dhe ato bakteret e mira që zora e trash përmban. Duke qenë se ne në zorën e trash kemi probiotik dhe prebiotik. Prebiotikët janë ushqimet që ushqejnë bakteret e mira të zorës së trash. Dhe kur kemi një zorë të trash të shëndetshme, ky komunikim, le të themi, i sistemit respirator me pra mikrobiotës respiratore me mikrobiotën intestinale komunikojnë me njëra tjetrën dhe normalisht rezultati është përforcimi ose përmirësimi i sistemit ton imunitar. Prandaj janë produkte shumë të thjeshta, paketime shumë ekologjike, janë produkte që mund të përdoren shumë lehtë, pra në salsa, në supra, në pancakes e tjerë, dhe nuk kanë ndonjë shkencë, le të themi, për përdorimin e tyre. Nga ana tjetër kemi erzat. Erzat janë shumë të pasura me antioksidant. Unë kam përmendur diçka në lidhje me erzat. Pra, nëse do marrim një pjatë petri, le të themi, e cila përdoret për zhvillimin e baktereve të ndryshme, dhe një tretësirë prej cilës do prej këtyre erzave, për të parë nëse këto kanë veti antimikrobiale apo jo. Në momentin e pikimit të kësaj tretësirës së erzave në pjatën e petrit, atëherë dihet që në momentin e zhvillimit pas 24 orëve, në pjesën ku është pikuar, nuk do kemi zhvillim bakterial. Që do të thotë janë me vërtet shumë të fuqishme dhe shumë të forta për të luftuar këto inflamacionet, për të luftuar... Ka erza më të preferuara në këtë rast? Po, erza, prandaj kam zgjedhur vetëm këto erza. Janë pak më të preferuara, sepse tumeriku, supozojmë, dhe gjingjeri, pluhur, janë shumë të pasura me një element i cili quhet kurkumin. Pra, janë të ngjashme me njëra tjetrën, sepse janë erza që rrjedhin nga rrjenjë të ndryshme dhe thajnë dhe hidratohen dhe vinë në këtë formën e pluhurit. Duke qenë se është në formën e pluhurit, është në formën e përpunuar, jo domosdoshmërisht i humb vlerat ushqyese, por i përmban ato dhe madje i konservon akoma edhe më mirë duke mos shkaktuar këtë degradimin, le të themi, të produktit ushqimor, sepse kemi parë edhe gingerin, i cili është një produkt që marrim të freskët ndoshta disa herë nga marketet, në momentin kur e lëm për kohë shumë të gjatë jashtë, i formon edhe ato myqet në sipërfaqe, çfarë nuk është edhe këndshme as edhe shëndetshme. Prandaj edhe përpunimin në këtë formë i ruan shumë mirë vlerat ushqyese, duke na furnizuar ne edhe me këtë kurkuminën, i cili është një antioksidant ideal dhe gjithashtu antiinflamator shumë i mirë, sepse
përgjigja e sistemit tonë imunitar është normalisht me inflamacion. Dhe inflamacioni normalisht duhet të kundërshtohet, pra për çdo veprim të bërë duhet të kemi një kundërveprim. Prandaj kurkumina, ku gjendet tek tumeriku edhe gjinxhiri, është ideale për këtë rast, madje mund të përdoret edhe për bërjen e këtyre shocave të vegjël për t'i marrë me vete gjatë ditës, pra një lugë kafe tumerik, një lugë kafe ginger, pak lëng limoni dhe jemi gati për të nisur ditën me plot energji, me plot aktivitet dhe të nxisim metabolizmin ton. Duhet të theksoj që në momentin kur bëjmë të kombinim, e mira do të ishte që ta kombinonim edhe me piperin e zi, sepse piperi i zi ka një aftësi, pra piperina, ky komponimi aktiv që ndodhet në piperin e zi, ka një aftësi që ta lejoj kurkuminën të përciset më mirë në metabolizmin ton. Pra, siç kemi rastin e domates me avokado, një lloj është dhe piperi me tumerikun. E kuptoj. Po më shet dhe më duket se po të shoh ty dhe po shoh dhe orën dhe kemi dhe 2 minuta kohë, po do të përmendim gjithashtu farat e zeza, shoh këtu. Po, farat e zeza, vitaminat C, mjalti, mentja dhe shafrani. Pra, siç përmenda edhe për tumerikun edhe për gjinxherin, shafrani po ashtu shumë i pasur me këtë komponim kurkumina. Dhe le të themi është ende më i pasur se të gjitha këto së bashku të kombinuara me njëra tjetrën, sepse është shumë i fuqishëm, shumë potent dhe na ndihmon për të, le të themi, mbështetur imunitetin tonë për këtë stilin e alergjive. Rozmarina nga ana tjetër, së bashku me gjethen e mentes, janë fantastike. Për rozmarinën duhet të them diçka, sepse ndryshe nga çdo erës tjetër, ajo ka një element i cili është silici, që nuk paragjendet kudo. Dhe është një nga ato mineralet që e ndihmon trupin ton, jo drejt për drejt, le të themi, por në mënyrë të tërthor, duke supportuar aktivitetet e tjera metabolike, për të luftuar inflamacionin, për të luftuar atë degradimin e komponimeve të ndryshme në trupin ton, dhe është ai element i cili rozmarina e ka dhe e ka në sasi shumë të lartë madje. Prandaj mund ta konsumojmë duke marinuar mish, mund ta konsumojmë duke bërë çaj, pra mënyra nga më ndryshme konsumimi. Dhe gjithja e mentes, pra nga vetë freskia që ajo ka, ndihmon në sistemin respirator për të hapur muskujt dhe për të marrë frymë më mirë. Por ndoshta disa individë mund të kenë atë ndonjë reakcion alergjik, por duhet të distancohemi dhe duhet të ndajmë, domethënë që janë të tjera alergjit ushqimore dhe të tjerat alergjit stinore. Por mentja është shumë e mirë për të bërë një çaj dhe për të hapur të gjitha rrugët e frymarrjes. Fara e zezë nga ana tjetër është një produkt ushqimor fantastik që realisht duhet një emision i tërë për të folur vetëm për farën e zezë, por ka disa element, pra disa acide yndyrore, shumë esencial, të cilët jo vetëm ndihmojnë inflamacionin e tjerë, por dhe shëndetin e zemrës, dhe janë pikërisht DHA dhe EPA, pra docosahexaenoik dhe docosahexaenoik dhe eposahexaenoik. Janë këto omega 3, omega 6, omega 9, të cilat na ndihmojnë në sistemin tonë kardiovaskular për të ulur inflamacionin e tij dhe gjithashtu për të na përmirësuar shëndetin tonë në përgjithësi, por duke marrë gjithashtu edhe ato fibra, sepse edhe farat e zeza kanë një sasi të konsiderueshme të fibrave. Vitamina C që dihet që është një antioksidant shumë i mirë dhe mjalti që është një burim shumë i mirë enzimash dhe minerale të ndryshme që na ndihmon totalisht për pastrimin e mukozave dhe për mykun e gojës që është kandida dhe gjithashtu shumë i shijshëm për të konsumuar mëngjeset. Po, në fakt, po, përveç se edhe janë të gjitha në fakt produkte edhe të shijshme, ato që kemi diskutuar edhe herë tjetër bashkë, pra nuk do të thotë se kujdesemi për dietën tonë ushqimore dhe duhet të konsumojmë produkte pa shije, të gjitha këto janë aq të shijshme sa që i konsumojmë me qejf dhe ndër të tjera i bëjmë një nder edhe organizmit tonë në mënyrë të veçantë nëse jeni duke vuajtur nga alergjit në këtë stin të vitit. Alken, unë të falenderoj me gjithçka që nda në Villa 24, gjitha këto informacione me shumë vlerë që na i sjell për ne dhe për publikun dhe të pres në studio. Kënaqësia ime gjithmonë. Tani kemi publicitet, ndërkohë Villa 24 sot do të vijojë në terren, do të jetë një intervistë, një material që vjen nga gazetaria Çenkuela Hasa, ndërsa së bashku live takohemi nesër në mëngjes.